Ishte një komentues në Instagram që thoshte për çështjen e fëmijëve në avion që kam thënë që në momentin që ju nuk jeni, prindrit nuk janë të aftë mbajnë fëmijët e tyre mos shqetësojnë tjetrin në sandilje dhe me çarame të bërtitura, fëmijët tuaj nuk duhet të udhtojnë fare. Zonja thot, "Ok, thot ke drejt thot te pjesa thot që nuk do t'i bie sandilës mbrapa, thot por të çarat e fëmijëve nuk i ndalojmë dot." Atëherë thot për këtë nuk jam dakord. Atëherë duhet kuptoni një gjë. Në momentin që prindëron ke përgjegjësi ligjore dhe morale të përgjigjesh për fëmin tënd. Që do të thotë që çdo veprim i fëmis tënd bie mbi prindin, që do të thotë që përgjegjësinë e fëmis e mban prindi, e ka detyrim me ligj dhe gjithashtu edhe moral. Që do të thotë në momentin që ti, zonjë e dashur, udhton, tjetri udhton, do shkosh në një ambient publik. Në ambiente publike me ligj është e detyrueshme mos prishja e qetësisë publike, sepse prishja e qetësisë publike quhet vepër penale. Këtu nuk përjashton asnjë njeri. Pse nuk përjashton? Pse nuk i përjashton fëmijët? Sepse fëmijët janë në përgjegjësinë e prindit. Që do të thotë që prindi duhet kontrolloj fëmin e vet, ta edukoj në shtëpi të vet, të punoj me fëmin e vet, që ai fëmia kur të dalë nga ambjenti i shtëpisë vet dhe të shkojë në një ambient publik, të mos përtasi, të mos godasi tjetrin, të mos gërthasi, mos qaj, sepse duhet ta mashtrosh ti, duhet gjesh ti gjuhën e tillë që të mashtrosh fëmin tënd. Pra që fëmia mos të qaj, e kupton ta manipulosh me lojrat. Me lojra ku diun është mënyra jote, sepse përdesa ke prindëru përpara duhet lexoje se si ndalohet e qara e fëmis. Dhe në momentin që ti del në ambient të përbashkët në hapësirë publike, ke përgjegjësi ligjore që ai fëmia jot nuk duhet t'i shprishë qetësinë tjetrit. Ti thu, ok, nuk do ta godasi tjetrin në sandile sepse ok, është hapësira tjetrit. Këtu jam dakord. Tani në zemër, sepse unë bëj analiza, domethënë, të ftohta, unë bëj analiza objektive, nuk kam interes në asnjë situatë. Tani, fillon çan fëmia jot. Janë 20 prindër, fillojnë të çajnë 20 fëmijë. Avioni ka, ose autobusi, mund t'jesh edhe autobus që i kemi vendet e përcaktuara që udhton nga qyteti në qytet, mund t'jesh me tren që i kemi vendet përcaktuara. Nuk flasim për transportin urbane që janë nëpër Tiranë, nuk po flasim për urbane, po flasim për transporte publike, autobuse që janë me vendet e përcaktuara. Tani, ti o vlla shkon në autobus, shkon në tren, shkon në avion, 100 vene, 50 vene, 70 vene. Tani në qoftë se janë 20 prindër, ka 20 fëmijë. Dhe ato fëmijë fillojnë e çajnë gjithë në avion ose në sandila, atje ku drejtë shejtan. Më fal pak. Tu prishet qetësia publike që dënohet me ligj. Fëmijët tu i çajnë. Më fal pak, çfarë taksiratit kanë ty ato 40 vetat e tjerë? Sepse për 20 veta ju prishet qetësia publike 200 vetave, 100 vetave. Tani, ti nuk e kontrollon dot fëmin tënd çarat e fëmis tënd. Pra shkosa ti nuk e kontrollon, i bie që fëmia është i vogël, a më kupton? Ndjen 3 vjeç ty, asnjë institucion s'ta pranon fëmin, as qerdhja s'ta pranon. A më kuptoni? Si ja pranon, pra ka, ju ja pranon që vetëm qerdhja ju ja pranon ndjes, vetëm qerdhja ju ja pranon fëmin. Pra është një vend i përcaktuar që fëmijët që janë të pandërgjeshëm, deri sa shkojnë 3 vjeç marrin në qerdhe. Pra është veni kastile që është qerdhja. Por avioni, autobusi nuk është qerdhe. A më kuptoni? Sepse fëmia në atë moshë nuk kontrollon veprimet e veta dhe prindi nuk ka çaj bën. Që do të thotë që ti si prind duhet sakrifikosh për fëmin tënd dhe mos të udhtosh. Sepse vetëm qerdhja ta pranon ty ma zhurmën. A më kupton? Ti kur e di që vetëm institucioni qerdhet ta pranon, pse s'ta pranon kopshti fëmijë, pse s'ta pranon shkolla? Sepse fëmia jot çan dhe prish qetësinë e fëmijëve të tjerë. A më kupton? E njëjta gjë është edhe për tritur, prish qetësinë publike të të tjerëve. Që do të thotë që i vetmi institucion është qerdhja. Me zemrat e mia që e pranon. Nuk është as avioni, nuk është as avioni ta pranon sepse avioni ka interesat e veta kanë fitimet e veta, nuk thot avioni mos udhton me fëmijë 3 muaj, 6 muaj ose 1 vit. Ti s'duhet të thosh vetë. A e di që fëmia jot bën zhurmë, po. Tani çfarë taksirati ka i tjetri, 100 veta në avion të ngjojnë zhurmën e 20 fëmijëve që çajnë pa pushim. Ti i shkel të drejta se prish qetësinë publike. Po ti thu, jo po s'ja shkel, jo se s'kam çaj bëj fëmis, mos udhto pra. Mos udhto. Rrit fëmin, çoje fëmin drejt që e mori 7 vjeç, pastaj udhto. Edhe 7 vjeç kur fëmia jot ta kesh eduku fëmin, a? Prap kurse ke eduku fëmia do të nga shtëpia fare më. Ta çoni vetëm në institucione nëse ta pranon institucionet e, se dhe shkolla ta përjashtojnë. Nëse fëmia jote është e pa edukuar, ta përjashton shkolla fëmin. A? Merr masa, thotë eduko fëmin, bëj çfarë duash, ose ta pranoj thosë prish qetësinë e fëmijëve të tjerë. Pra, më thani tani pyetja shumë e drejtë për drejtë.
duhet sakrifikoni ju si prindër, mos udhtoni me fëmijët tuaj që të mos prisni qetësinë publike të tjerat, apo duhet sakrifikojnë njerëzit e tjerë që s'kan as detyrim ligjor për fëmin tënd, as detyrim moral. Kurse ti, si prind, ke detyrim moral, detyrim ligjor, që përgjigjesh për fëmin tënd, për zhurmën e fëmisë tënd. Më falni tani pyetja shumë e drejtë për drejtë. Kush duhet sakrifikoj? Duhet sakrifikosh ti që e ke sjell në jetë fëmin tënd dhe mos tu thosh që mos të cënosh të drejtën e tjetrit, apo duhet sakrifikojnë 100 veta të tjerë për ty, që fëmin tonë se kanë asgjë, ty s'kan asgjë, dhe janë në të drejtën e vetë ligjore që të kërkojnë ty që të pushosh. Kjo është padrejtësi. Pra, kuptojni gjërat logjikën e temës, kuptojni si që duhet. Pra, sakrificat të takon ty ta bësh si prind që të mos udhtosh me fëmin atë moshë, rrit fëmin, pastaj udhta, që e fëmin 7 vjeç që t'jeti vetëdijshëm, që ta dëgjoj fjalën. Sepse kur nuk ta dëgjon fjalën, absolutisht nuk duhet udhtosh. Ore këtë gjë unë flas sikur të jem edhe vetë. Sepse unë nuk jam si kur frinera, unë jam zbatuese ligjor, unë zbatoj rregullat. Unë momenti që flitet këtu për shkeljen e drejtës tjetër duhet zbatu ligjin, nuk ka kompromis me zbatimin e ligjit. A kuptoni? Duhet zgjidhni zgjidhje të tjera alternativa, ose udhto dhe fëmia jot nuk duhet shësoj tjetrin, ose mos udhto rrit fëmin dhe pastaj udhto, kur fëmin tënd ta kesh edukuar. Pra, s'ka rrugë të mesme. Nuk ka rrugë të mesme ti shkelësh të drejtën tjetrit. Pra, sakrificën të takon ty ta bësh si prind. Nuk i takon pasaj tjetrit, 100 vetave tjerë. Duhet sakrifikoj një njeri për 100, jo 100 për 1, se si as nuk e kam detyrim ligjor, sepse unë si qytetar nuk e kam detyrim ligjor të duroj fëmin tonë, nuk e kam më motër. Asnjë se ka detyrim ligjor të pranoj të shkeljet e drejta. A ja kuptoni logjikën? Ndërgjegjësohuni, edukoni fëmijët tuaj, mos udhtoni me fëmijë të vegjël, sepse i shkel të drejtën tjetër, shkel qetësinë publike. Institucioni vetëm ku fëmijët tuaj pranohen janë qerdet. Fëmijët e pavetëdijshëm deri në moshën 3 vjet. Pastaj futet në kopësht fëmia, kur fillon e kupton pak. Kështu që kjo është mënyra, se janë ndarë me institucione, nuk i kam ndarë unë. Ka një arsye pse këto gjëra, domethënë janë ndarë me institucione, është ndarë qerdhe, kopësht dhe shkollë. Pse s'ka një fëmijë direkt të sparë? Jo, sepse është i pavetëdijshëm, shkon qerdhe. Pse sa fusi fëmijën e qerdhës në kopësht? Jo, se prapë është i pavetëdijshëm bezdis tjerat, fëmijët e tjerë. Pse sa futin fëmijën e kopshtit në shkollë? Jo, sepse janë të ndara gjërat, nuk është vetëm çështja e moshës për të perceptuar ato që do mësoj. Jo, është edhe zhurma. Vetëm njerëz që unë toleroj janë njerëzit e smur. Nuk toleroj njerëzit që bëjnë gabime, s'kuptojnë gabimet, njerëzit e pandërgjegjshëm. Unë toleroj njerëzit që janë të ndërgjegjshëm, po domethënë nuk janë të smur. Toleroj njerëzit e papërgjegjshëm, se tolerimi një njeriu që është i papërgjegjshëm është gabimi më i madh tolerosh një njeri i papërgjegjshëm, sepse jep të drejtë atij dhe ai vazhdon akoma më keq. Dhe kjo është pasojë fatale për shoqërinë, të prishësh qetësinë publike.